Tre sportistë famshëm të Durrësit janë nderuar me titullin Deri i qytetit nga shoqata Durrësi Autokton. Me rastin e festës së pranverës 2025, mikpritja durrësake ka nderuar Petrit Turkeshin pas vdekjes, kampioni ping-pongut, si dhe 2 ish futbollistët e njohur, Shoqëri dhe Axhi Ballgjini. Gjatë ceremonisë festive që u zhvillua në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu, dorëzimi i titujve u shoqërua edhe me 3 mini dokumentar për aktivitetin e secilit nga këto personalitete. Kryetari i shoqatës, Abdullah Deliadisi, vlerësoi aktivitetin e 3 personaliteteve, jo vetëm në fushën e sportit, por edhe në atë shoqërore e intelektuale. Deri i qytetit i Durrësit, me motivacionin për kontributin e tij në futboll, jo vetëm për Durrësin, por edhe për ekipin antar si futbollist shumë i kompletuar në vitën e sotme. Mbrëmja u shoqërua me pjesëmarrjen e aktorëve të humorit Muharrem Hoxha dhe Sania Hoti.